Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi. Një ditë energjie dhe mundësish për të bërë përparim në karrierën tuaj. Shmangni vendimet impulsive dhe vlerësoni me ngjëtësi situatat. Në dashuri mund të duhet të bëni një zgjedhje të rëndësishme për të ardhmen. Koha e shkëlqyer për të sqaruar dyshimet dhe për të forcuar lidhjet. Demi. Yjet ju këshillojnë të reflektoni për prioritetet tuaja pa u shqetësuar. Tensione të mundshme në vendin e punës ose në jetën tuaj të dashurisë. Më mirë të ruani qetësinë. Jini të sinqert me partnerin tuaj për të shmangur keq kuptimet. Mos keni frikë të shprehni dëshirat tuaja. Binjakët. Ditë e favorshme për projekte të reja, veçanërisht në lidhje me komunikimin. Yjet ju mbështesin në zgjidhjen e çështjeve praktike me lehtësi. Në dashuri zhvilloni njohje të reja ose kultivoni më shumë marrëdhëniet tuaja. Përfitoni nga ky moment për t'u hapur ndaj emocioneve tuaja. Gaforia. Mos harroni t'ju kushtoni kohë vetes dhe emocioneve tuaja. Është e vërtetë që do të përballeni me përmirësime ekonomike apo punë, por mos neglizhoni mirëqenien personale, e cila është shumë e rëndësishme. Puna mund t'ju marrë shumë energji, prandaj kërkoni një ekuilibër. Luani. Një ditë e favorshme për avancim në karrierë dhe projekte personale, por si me miqtë tuaj gafore, mos i lini pas dore marrëdhëniet emocionale për të ndjekur suksesin vetëm. Takimet e reja mund të jenë të rëndësishme, koha e mirë për të krijuar mundësi të reja të gjitha llojeve. Virgjëresha. Yjet ju shtyjnë të merrni vendime decisive për të ardhmen tuaj profesionale dhe financiare. Përdorni aftësitë tuaja analitike për të bërë zgjedhje të favorshme, por mos jeni shumë kritik ndaj vetes. Në dashuri kërkoni ekuilibrin mes dhënies dhe marrjes. Hidhni hapin e parë me besim. Peshorja. Ditë ideale për takime dhe mundësi të reja pune. Yjet favorizojnë krahasimin dhe dialogun, të dobishëm për qartësimin e objekteve personale dhe profesionale. Në dashuri mund të ndjeni nevojën për një bashkëpunim më të madh me partnerin. Jini të hapur dhe të gatshëm për të dëgjuar. Akrepi. Sfidat nuk do mungojnë, por ruajtja e qetësisë do t'ju ndihmojë t'i kapërceni ato. Është koha për të reflektuar mbi karrierën tuaj dhe qëllimet e ardhshme. Në dashuri mund të duhet të merrni vendime të rëndësishme për marrëdhënien tuaj. Sinqeriteti dhe mirëkuptimi do të jenë thelbësore për të shmangur tensionet. Shigjetari. 24 orë dinamike dhe stimuluese, ideale për të përfshirë dhe për të nisur projekte të reja. Entuziazmi do të jetë një armë fituese, veçanërisht në fushën krijuese. Në dashuri, lëshojeni veten pa frikë. Njohjet e reja mund t'ju befasojnë dhe t'ju japin emocione të veçanta. Britsjapi. Fokusoni tek stabiliteti financiar dhe zgjedhjet afatgjata. Puna kërkon vëmendje, por mos e neglizhoni mirëqenien tuaj emocionale. Në dashuri, hapja më e madhe ndaj ndjenjave do të përmirësojë marrëdhënien me partnerin. Një ditë e mirë për sqarime të rëndësishme. Ujori. Kreativiteti do të jetë aleati juaj, duke u ndihmuar të gjeni zgjidhje inovative. Përfitoni nga dita për të nisur projekte të reja ose për të zgjeruar horizontet tuaja. Në dashuri, tregoni më shumë besim dhe mos keni frikë të hapeni. Një gest i sinqert mund të forcojë një lidhje të rëndësishme. Peshqit. Një periudhë reflektimi e dobishme për të sqaruar disa aspekte të jetës suaj. Në fushën profesionale vlerësoni me kujdes lëvizjet tuaja të ardhshme. Në dashuri, ndjeshmëria do të rritet, duke u lejuar të krijoni një mirëkuptim më të thellë me partnerin. Ndiqni zemrën tuaj. Horoskopi në Top Albania Radio.